Momenti kur Ledioni I drejtohet Brikenës me pyetjen "A e do akoma Mateon?" ishte një nga ato çaste që ndal gjithë vëmendjen. Një pyetje e thjeshtë në duke, por me shumë peshë brenda, sepse nuk lidhet vetëm me lojën, por me ndjenjat reale që janë krijuar gjatë gjithë kësaj kohe. Brikena përgjigjet pa hezitim, "Unë e dua si njeri." Një përgjigje që tregon respekt, por që njëkohësisht lë hapësirë për interpretim. Sepse kur thua si njeri, duket sikur po vendos një kufi, një vijë që ndan ndjenjen nga diçka më e thellë. Por më pas ajo shkon edhe më tej, thotë që do ta vërtetoj që e do shumë Matean. Dhe jo me fjalë, por me veprime. Thotë që do të ftoj shokët dhe miqt, njerëzit e saj të afërt, për të treguar që ajo që ndjen është e vërtetë dhe nuk ka qenë pjesë e lojës. Këtu vjen edhe një deklaratë që nuk kalon pa u vënë re, jo banorët, sepse këtyre akoma nuk u besohet. Kjo tregon qartë që brenda shtëpisë ka një mungesë të madhe besimi. Marrëdhëniet janë konsumuar, dyshimet janë rritur dhe çdo gjë shihet me sy kritik. Është një mesazh I fortë që besimi I saj nuk është më te njerëzit me të cilët ka ndarë përditshmërinë për kaq kohë, por te ata jashtë që I konsideron më të sinqertë dhe më të pastër në gjykim. Kjo situatë ngre shumë pyetje. A janë ndjenjat e saj më të forta tani që loja po mbaron? A është kjo një përpjekje për të treguar një të vërtetë që nuk është besuar deri tani? Apo është një reagim ndaj gjithë dyshimeve dhe kritikave që ka marrë? Në fund, ajo që mbetet është kjo. Fjalët janë thënë, premtimi është bërë. Dhe tani gjithçka varet nga ajo që do të ndodhë më pas, sepse kur thua që do e vërtetosh diçka, publiku pret ta shohë. Sepse në një vend ku çdo gjë është vënë në diskutim, vetëm veprimet kanë fuqinë për të bindur.